Të nderuar shikues, ju përshëndesim drejt për së drejti nga pallati i sportit Qazim Dervishi i Shkodrës në transmetimin e ndeshjes finale kampionati kombëtar i femrave U18. Në fushë janë Vllaznia Ventase dhe Tirana Mysafire, të cilat u kualifikuan në takimet gjysmë finale të luajtura dje në këtë pallat sporti, ku skuadra shkodrane e drejtuar nga trajnerja Ingrid Dashja dhe kolegu i saj Raimond Rasha mundi ekipin dhe Rosës të përmetit, ndërkohë që nga ana tjetër Tirana eliminoi Goga Basket dhe tashmë Vllaznia dhe Tirana janë në finale në një takim që po përcjellet drejt për së drejti nga portali Veriu Sport për amatorët e shumë të basketbollit. Kujtojmë që në pushimin e ndeshjes jemi në pjesën e dytë të takimit, rezultati është 19 Vllaznia 24 Tirana, por në pushimin e ndeshjes Federata Shqiptare e Basketbollit me prezencën e presidentit të kësaj federate, Avni Ponari, dekoroi sportistë veteran të klubit Vllaznia që kanë kontribuar në vite, sidomos për kategorinë e femrave. Dibra, Isra Dibra, numri 7 i Vllaznis, është penguar me faull, gabim personal në favor të ekipit të Vllaznis, ku luhet perioda 3 të ndeshjes. Vllaznia Tirana, rezultati është 20 Vllaznia, 24 Tirana. Isra Dibra ka të drejtën e gjujteve të lira. Me sukses Isra Dibra, e cila u dallua dhe në gjysmën finale me disa 3 pikësha vendimtar për skuadrën e saj, shënoi të parën, ndërkohë që nuk realizon të dytën përsëri Dibra për 3 pikë. Topi është përsëri për Vllaznin, Medina Hyki, kapiteni e skuadrës, ka shënuar. Topi është për Tiranën, është të sfalla. Unë mund Tirana, Zhupi ka gabuar, përsëri Tirana, Këmgull, Zhupi mbrojtje ngjeshur e Vllaznis, gabon Tirana, topin në fakt muar nga Vllaznia, po, dhe i takon asaj. Vazhdon të luhet perioda 3 të ndeshjes. 23 Vllaznia, 24 Tirana. Dy skuadrat të cilat eliminuan ditën e djeshme, Vllaznia ekipin përmetar dhe Rosës dhe Tirana Goga Basket. Aksioni për Tiranën, ndërtim në zonë, pastaj Zhupi ka humbur kontrollin e topit. Kapitenja Hyka e Vllaznis ka gjutur për 3 pikë, nuk shënon, por përsëri topi është tek ajo. Hykaj nuk i kontrollon si duhet, dhe aksioni është për Tiranën. Të Shalla, numri 7 i Tiranës, ka Çorri për ngjyrat bardhë dhe blu. Vllaznia rëmben topin, është Isra Dibra, niste aksion individual dhe Dibra nën tabel. Nuk arrin të shënoj, por ka fituar gabim personal. Po, është një faull, është faull në sulm i Dibrës. Topi për Tiranën. Zhupi
Për 3 pikë Tirana nuk shënon për përsëri skuadra e Bardhë Blu ka topin në kontroll dhe ka zotëruar. Ka zotëruar kapitenja Hykaj ndër shtyllat më të forta të skuadrës shkodrane, ajo që ditën e djeshme se bashku me kolegën e saj Isa Dibra ishin në më të mirat në fushën e lojës. Përsëri Hykaj. Dibra. Vazhdon të qëndrojnë në fuqi rezultati 23 Vllaznia, 24 Tirana. Për disa minuta qëndron në fuqi ky rezultat. Edhe pse jemi në periudhën e tretë, pak pikë janë shënuar. Isa Dibra, gjytja parë e lirë. Nuk arrin ta përfundoj me sukses, ka dhe një mundësi tjetër. Ka shënuar Dibra në gjytjen e dytë e lirë, barazim 24 me 24. Topi për Tiranën. Kujtojmë që jemi drejt përse drejti nga pallati i sportit Qassim Dervishi i Shkodrës në finalen e madhe të kategorisë U18. Vllaznia në aksion. Ka shënuar Demaj dhe Vllaznia merr avantazhin 26 me 24. Atmosferë entuziaste festive në tifozërinë shkodrane pas këtij koshi të Demajt që ka lënë avantazh Vllaznin. Përsëri topi për Vllaznin është Dibra. Tirana ka dotuar të top. Faul ka ndaluar gjyqtar të ndeshjes Dea Hushi, Sergio Gjoni dhe Vironcin Dreu janë treshja arbitrave që Federata Shqiptare e Basketbollit i ka besuar sot të gjykoj finalen Vllaznia Tirana. Vllaznia në avantazh 26 me 24. Është një klasike e basketbollit shqiptar për kategorinë U18, e cila po zhvillohet me një luftë e fortë sportive, rivalitet dhe plot emocione. Tirana ishte në avantazh në pjesën e parë, por Vllaznia barazoi dhe tashmë ka ajo avantazhin 26 me 24. Të shalla për Tiranën në këtë aksion. Gabon Tirana, Hykaj zotron topin dhe nis ajo aksionin kuqe blu vet Hykaj. Ka gabuar në këtë depërtim. Është përplasur me mbrojtjen Bardhë Blu. Jemi drejt mbylljes së periudhës së tretë. Vllaznia në avantazh 26 me 24. Një finale denj, por duhet thënë me jo shumë pikë, duke se skuadrat po e luftojnë shumë në mbrojtje. Gabim personal i konstatuar nga arbitra Dea Hushi, një risi që se Federata Shqiptare e Basketbollit po aktivizon gjyqtarët femra. Është Kaçorri që humbet gjyqjen e parë të lirë. Kaçorri ka dhe një mundësi tjetër që ka shënuar. Ka shënuar dhe e ngushton diferencën e rezultatit në 1 pikë plus Vllaznia. 26 me 25. Hykaj për Vllaznin, kapitenja skuadrës skuqe blu. Gjithnjë Hykaj. Dibra kërkon të shmanget bolimit skuadrës Bardhë Blu, e cila ka zotruar këtë top me nisë aksion, por Vllaznia e mbolon mirë dhe fiton topin. Shpëton për mrekulli.
zona e Vllaznis. Minuta fundit për periudhën e tretë. Vllaznia në avantazh të 1 pike. 26-25. Kujtojmë që është finalja e fazës play-off kampionati kombëtar i basketbollit U18 në klasikën Vllaznia Tirana. Topi për Vllaznin. Hykaj. Kombinon me Demaj. Nisara Demaj gjithë një ajo. Faul ka konstatuar arbitri i takimit. Edhe 41 sekonda nga fundi i periudhës së tretë. Teshava për Tiranën ka topin në zotrim. Kaçorri nuk shënon, do të topin Hykaj, pastaj Dibra, gjithnjë Isra Dibra kombinonin me Hykajn, kapitenja Vllaznis, nuk shënon, përsëri Vllaznia dhe me fundi ka shënuar numri 11 i Vllaznis, Rajna Bizi. Përfundon në perioda e tretë, 28-25 për Vllaznin. Ka nisur perioda e tretë dhe e fundit e ndeshjes Vllaznia Tirana. Emocione pa fund në pallatin e sportit Qazim Dervishi. Pas një fillimi më të mirë nga skuadra Bardhë Blu, ishte Vllaznia që e mbylli periudhën e dytë me fitore. Dibra ka shënuar Bizi, një emër që na kujton të madhin Saba Bizi, por kemi Bizi edhe në Vllaznin e basketbollit. 30 Vllaznia, 25 Tirana. Atmosferë entuziaste. Tirana në aksion. Ka dalë jashtë vjeve kufizuese. Shikoni pra të nderuar shikues të portalit Veriu Sport çfarë entuziazmi në pallatin e sportit Qazim Dervishit të Shkodrës. Vetëm Shkodra dhuron këto emocione. Dhe duket që Vllaznia do ta kurorëzojë me sukses këtë finale. Hykaj, Dibra, vetë ajo kombinon me Dejmajn. Nuk shënon, Bizi në tabel, po lufton mjaft mirë, por gabon në pas. Gabim personal i shkaktuar nga Isra Dibra në këtë momente. Lut minuta 2 e periodës së 4. Periodën e para ka fituar Tirana 8-16. E dyta nga Vllaznia është fituar 8-6. Dhe pjesa e parë është mbyllur me shifrat 16-22 për ekipin Bardhë Blu. Periuda tretë është më e mira për skuadrën shkodrane që fiton thellësisht 12-3 dhe merr avantazhin 28-25 pas periudës së tretë dhe kryeson në këtë moment 30-25 ku luhet minuta 2 për periudën e katërt. Topi për Tiranën, të Salla. Pastrinja në skuadra Bardhë Blu. Që ka topin në zotrim.
Duan për 3 pikë Tirana, nuk shënon, pastaj Kaçorri. Kaçorri për Tiranën ka shënuar 30 Vllaznia 27 Tirana. Të shalla për skuadrën bardhë-blu. Momente më të mira për skuadrën tiranase. Faul. Arbitra Deahushi konstaton këtë faul në dëm të skuadrës bardhë-blu. Një finale e denjë që nuk ka nevojë për koment. Një finale që ju asjell si zakonisht portali Veriu Sport, drejt për drejt nga pallati i sportit Qazim Dervishi i Shkodrës. Vllaznia në aksion, Medina Hykaj, kapiteni e skuadrës, gjithje Hykaj, vetë ajo. Por nuk kurzohet me sukses dhe Tirana ka mundësi tashmë të përfitoj, nuk shënon, por fiton gabim personal. Kujtojmë që të pranishëm krahas tifozërisë shkodrane ka dhe një grup tifozësh nga kryeqyteti të ardhur enkas për të mbështetur skuadrën bardhë-blu. 2 tifozëri që po japin bukurinë takimit. Ka shënuar. Ka shënuar Tafuraj për Tiranën, 30-28 për Tiranën. Shënon edhe në të dytën, 30 me ishte Filopati, në fakt që shënoj. 1 pikë plus Vllaznia. 30-29 për Tirana merr topin. Të shalla këtë tonë kërkon 3 pikë, por ndron mendje. Tashmë kërkon 3 pikë Tirana, që nuk i shënon Medina Hykaj, kapitenja e Vllaznis. Istra Dibra, numri 7 dhe numri 8, 2 pikat kryesore të Vllaznis, U18. Bizi, ka shënuar Bizi. 32 Vllaznia, 29 Tirana. Është Rejona Bizi, që po luan mjaft mirë në këto momente. Një ndeshje shumë e mirë për të. Tirana shëndon dhe merr gabim personal që pritet i vlej shumë ekipit bardhë-blu. Shënon Tirana me Kaçorrin dhe Baraspesh. Baraspesh 28 me 28. Kur duhen edhe 6 minuta dhe 27 sekonda nga fundi. Topi për skuadrën kryeqytetase. Aksioni për Tiranën. Bon Tirana, Medina Hykaj, aksioni saj individual, vetë Hykaj. Topi për Vllaznin. Ka gabuar Tirana në proponimin e topit në mbrojtje. Pasi për një moment e zotroj topin në aksioni si për të Hykajt. Dibra, në shtati Vllaznis, kombinon me Dejmajn. Por topi zotrohet nga Tirana. Vllaznia fiton të top drejt mbylljes minuta 4 e periodës së 4 dhe të fundit të takimit. Hykaj. Në lojë është edhe Ajla Haxhia, numri 3.
i aktivizuar nga trenerja Ingrid Dashja dhe kolegu i saj Raimonda Rasha, i cili në pushimin e takimit mori një vlerësim, një mirënjohje dekorat nga presidenti i Federatës Shqiptare të Basketbollit Avni Ponari, ashtu si dhe kolegët e tij Rakaj Miva dhe Basha. Gabon vazhdia në pas aksioni për Tiranën. Një blokim i Demajt ideal. Ideal që blokim pa personal frenon sulmin Bardhë Blu. Kërkon pushim me trajnerja Vazhnis Ingrid Dashja. Tirana shënon dhe merr avantazhin. Përfundon pushimi i kërkuar nga trajnerja e Vllaznis Ingrid Dashja. Topi është për skuadrën Kuqe Blu, ku rezultati është 32-34 në favor të Tiranës. Isa Dibra në këtë aksion për skuadrën shkodrane. Demaj Ykaj dhe ka shënuar, ka barazuar rezultatin, por ka marrë dhe gabim personal. Një moment pozitiv për skuadrën Kuqe Blu, që ka mundësi nëse shënon Medina Hyke në këto gjutjet lirë, Vllaznia të marrë avantazhin. Nuk realizon Hykej. Rezultati i barabartë, 34-34, aksioni për Tiranën. Kaçorri, shumë e suksesshme. Kaçorri për Tiranën e rikthen skuadrës Bardhë Blu avantazhin. Dibra. Tirana në këtë aksion. Filopati ishte në luftim, ka humbur kontrollin e topit. Edhe 4 minuta dhe 41 sekonda nga mbyllja e periodës së 4 dhe të gjithë ndeshjes. Tirana në avantazh +2, 34-36. Dibra, topi është postri për Vllaznin. Ndrim tek Tirana, në fushë të Seno, largohet Kaçorri. Pa diskutim lojtarja më rezultative e Tiranës, ndoshta një humje për skuadrën nga kryeqyteti, largimi i saj, nëse është e pamundur të rikthehet në lojë, e dëmton skuadrën e trajnerit e Olsi Muça. Filopati, përstria ajo, depërtim. Tirana ka shënuar. Nuk është e vëmendshme Vllaznia në lojën në tabel. Trajnerja e Vllaznis Ingrid Dashja ka një pak lartësi për vendimin e gjyqtarëve, por loja vazhdon. Ka gjuetur Seno, nuk ka shënuar. Topi për Vllaznin. Visara Demaj,
me numër 6, e dalluar edhe kjo në takimin gjysmë final, ku Vllaznia mundi ekipin përmetar dhe Rosës. Demaj, pastaj është edhe Bizi, faul konstatuar nga lojtarët. Vazhdon Tirana +2. Filopati në organizimin e lojës për skuadrën bardhë dhe blu. Pastri Filopati të Shalla. Topi për Vllaznin. Edhe 3 minuta dhe 33 sekonda. 3-3 janë në tabelën elektronike. Se finalizojnë, që informojnë kohën e mbetur dhe në mbyllit të gjithë ndeshjes, kur Tirana ka thelluar avantazhin e +4. Largohet Filopati. Jo, ndonë të po largohet, por ka kërkuar të pipa kuj në stolin e Tiranës. Shanon Visara Demaj. Visara Demaj me numër 6, pika 35. Shanon përsëri, pika 36. Tirana +2. 36 me 38. Filopati nuk ka shënuar Demaj. Bizi për Dibrën, veta jo. Postohet pak prapa, kërkon një uniform të Vllaznis, gjenë atje kapitenin. Tirana shumë aktive në mbrojtje dhe në kundërshtim. Filopati e thellon, shëndon vesh, thellon avantazhin. Edhe 2 minuta dhe 39 sekonda nga fundi i krejt ndeshjes. Tirana në avantazh 36 me 20. Përfundon dhe pushimi i Tiranës. Aksioni për Vllaznin. Dibra. Demaj. Është ngjeshur në mbrojtje skuadra Tiranës dhe detyron Vllaznin të mos jetë sakt në pasime. Si ishte këto momente dhe i Ajla Haxhis. Filopati mjaft aktive dhe rezultative në skuadrën nga kryeqyteti. Të Shalla ka çori për 3 pikë. Ka shënuar Tirana. Ishte Tafuraj që e thellon avantazhin në +6 për Tiranën. Personal në sulm i shkaktuar nga kapitenja Vllaznis Medina Hykaj. Topi për Tiranën dhe duket që skuadra bardhë dhe blu po shkon drejt suksesit për të shpallur kampion e Shqipërisë për sezonin 2024-2025, por ka lojë edhe 1 minutë 45 sekonda dhe gjithçka mund të ndryshojë, edhe pse Tirana është +6. Filopati, Të Shalla, Tafuraj, e jashtëzakonshme Tafuraj. Një 3 pikësh i Tafurajt që mund të jetë vdekje prurës për Vllaznin, por fitimtar
për Tiranën. 36 Vllaznia, 45 Tirana. Tirana po tregohet e kujdesme në këtë periudhë e katërt dhe falë dhe precizionit të Tafurrajt e ka arritur avantazhin Hykaj për 3 pikë. Nuk ka arritur të shënoj. I duhej Vllaznisë ky 3 pikësh nëse do të realizohej nga kapitenja Hykaj. Filopati të Shalla, përsëri Filopati, organizatorja e Tiranës. Tafurraj ka bën Tirana, topi për Vllaznin. Tjetër pushim. Përfundon pushimi i kërkuar nga Vllaznia, kur duhen edhe 60 sekonda nga fundi i takimit. Topi është për Vllaznin, Dejmaj, nga vijan sore, Medina Hykaj. Dibra për 3 pikë. Ishte moment i bukur për Dibrën, por topi nuk ju bind. Për tashmë favori është për Tiranën. Filopati. Tirana drejt suksesit. Ndërkohë që sektori i Federatës Shqiptare të Basketbollit po përgatitet dhe ceremoninë e mbylljes, kupen dhe medaljet, kur duhen edhe 40 sekonda nga fundi. Filopati ka të drejtën e gjutjeve të lira. Tirana në avantazh 36 me 45. Filopati në gjutjen e parë të lirë. E shënon dhe krijon me tepër qetësi, me tepër besim në kampin bardhë blu për shkuar drejt suksesit e trofeut. Përsëri Filopati. E saktë edhe në gjutjen e dytë. Padyshim mund të themi se në më të mirat në fushë për skuadrën bardhë blu, sidomos në periudhën e katërt. 11 pikë plus Tirana. 36 me 47. Bizi top për Hykaj, nuk arrin ta zotroj. Edhe 27 sekonda nga fundi. Topi për Vllaznin. Tirana ka nisur të festoj edhe në stol edhe në tribunën e tifozëve. Dhe ky topi marrë nga ana e Filopatit, finalizon pikën e 49, që do thotë tashmë Tirana është kampione. Tirana është kampione e Shqipërisë për sezonin sportiv 2024-2025. Edhe 8 sekonda nga fundi dhe ky avantazh prej 13 pikësh i sigluar kryesisht në periudhën e katërt ka dhënë sukses dhe mbyllë gjithçka. Tirana është kampione e Shqipërisë. Fiton 36 me 49. Një sukses i merituar i skuadrës së Bardhë Blu.